Receta me 2 përbërës që shëron në dhimbjen e kockave. Nuk do të vuani më kurrë. Vaji i ullirit është një eliksir shumë i rëndësishëm për shëndetin e njerëzit. Përveç përdorimeve në kuzhinë dhe pasurimi negativeve të ndryshme ose vlerat e jashtëzakonshme për organizmin, vaji i ullirit është një aleat i lëkurës në paraqitjen e jashtme të njerëzit. Gratë e zonës së mesdheut e kanë përdorur vajin e ullirit për të pastruar dhe ushqyer lëkurën e tyre prej mijëra vitesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe përfitimet që do të marrin do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Një nga përdorimet e mrekullueshme të vajit të ullirit është edhe për lëkurën e fytyrës, gjithashtu edhe lehtësimin e problemeve të saj. Vaji i ullirit është një element fantastik rigjenerues për shëndetin tuaj dhe gjithashtu ai mund të përdoret edhe kundër problemeve të kockave. Dhimbjet e kockave po kthehen gjithmonë më shumë në një problem i cili kërkon një vëmendje të veçantë edhe në vendin tonë. Kjo ndodh sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitete fizike, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur ndjeshëm. Kjo nuk kupton se njerëzit jetojnë më gjatë dhe rrjedhimisht i përdorin muskujt dhe kockat për më shumë kohë. Gjithashtu, në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve që të qetësohen. Shpesh këto ilaçe, kur pihen me tepri, janë të dëmshme për stomakun dhe për mëlçinë. Natyra, nga ana tjetër, na ka dhënë shumë burime të rëndësishme për dhimbjen që nuk dëmtojnë organet tona dhe mbi të gjitha krijojnë një mundësi më të mirë mbrojtëse për shëndetin dhe lehtësojnë kështu komplikacionet e tyre. Në këtë video, sipas Healthline, do të mësoni një trajtim të fuqishëm natyral kundër dhimbjeve të kockave që bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit janë të larmishme për shëndetin tuaj të nyjeve. Vaji i ullirit është i pasur me polifenole që shërbejnë kështu si antioksidant. Në momentin që ky lëngjart bie në kontakt me organizmin, do të ngadalësohet plakja e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjesi duhet më shumë kohë për të u shëruar. Vaji i ullirit përmban edhe substanca që parandalon edhe inflamacione të ndryshme. Vaji i ullirit do të rregullojë qarkullimin e gjakut dhe rrjedhimisht organet tuaja të brendshme. Gjithashtu, kripa e deptit mund të jetë një ndihmë shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon që të jetë krip deti sepse ofron përfitimet më të mira lehtësuese për organizmin. Kripa e detit përmban magnez që forcon indet, minerale të tjera të cilat janë shumë të mira për sistemin imunitar dhe shërimin e kockave dhe të muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson qarkullimin e dur të gjakut dhe eliminon sasitë e tepërta të sodiumit në gjak, duke ulur kështu edhe tensionin e tij. Për të realizuar këtë recetë keni nevojë për këta përbërës: një gotë me ujë, 20 lugë gjedhe vaj ulliri, 10 lugë gjedhe krip deti. Përdorimi i kripës së detit në këto raste mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj të nyjeve. Shtoni vajin e ullirit, kripën dhe ujin dhe i përzini së bashku. Masa e përfituar përdoret për të masazhuar zonën e prekur dhe dhimbja do të qetësohet për 3 minuta. Masazhimi fillon dhe zgjatet 3 minuta dhe do të arrijë masazhimi i prekur nga 10 deri në 20 minuta në zonën ku keni më shumë probleme. Kjo recetë mund të aplikohet në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe të menjëhershme. Do të shikoni se si mund të lëvizni më lehtë dhe do të zbusni dhimbjet tuaja. Nëpërmjet këtij masazhi qelizat tuaja do të rigjallërohen, qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi juaj imunitar do të përfitojë ndjeshëm. Në disa raste mund të vëreni që lëkura juaj mund të skuqet ndjeshëm. Kundër skuqjesh mund të përdorni gjithashtu edhe një peshqir të lagur me ujë dhe të ngrohtë dhe më pas të aplikoni pudër. Këshillohet ta provoni këtë recetë dhe gjithashtu do të keni përfitime të duhura, por nëse gjendja juaj është kritike, është më mirë t'i drejtoheni mjekut tuaj përkatës për të marrë trajtimin e specializuar dhe për të evituar kështu dhimbje të forta. Dhimbjet e kyçeve, nyjeve dhe kockave kanë një ndikim të fortë edhe në lëvizshmërinë e njeriut.
Këto dhimbje shkaktohen si pasojë e problemeve të lëndimeve fizike, por mund të nxisin edhe sëmundje të tjera të osteoartritit, reumatizmës e të tjera. Por si mund të forconi kockat tuaja dhe kyçet? Aktiviteti fizik është një mundësi shumë e mirë për të ndihmuar nyjet tuaja të qëndrojnë më të forta dhe më të shëndetshme. Aktiviteti fizik mundëson lëvizjen e kyçeve, nyjeve dhe të kockave. Nëpërmjet tij, muskujt dhe kockat bëhen më të forta dhe më pak të ndikuara nga inflamacioni. Por më tepër, aktiviteti fizik do të ndihmojë elasticitetin e kyçeve, nyjeve dhe do të largojë gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Ushqyerja e duhur është çelësi për një mbrojtje më të mirë për shëndetin e nyjeve. Ekspertët rekomandojnë konsumin e më shumë ushqime të pasura me acide yndyrore omega 3. Këtu përfshihen gjithashtu edhe fara chia, të cilat mund të japin rezultate të mira. Në ndihmë mund të shtoni gjithashtu vajin e ullirit, frutat dhe perimet, të cilat mund të luajnë një rol fantastik në rigjenerimin e nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Këto ushqime do ju ndihmojnë jo vetëm që të humbisni peshë, por edhe të zbusni gjithashtu problemet e nyjeve dhe të siguroni një mirëqenie më të mirë të tyre. Ndikimi i këtyre produkteve në nyjet tuaja do të jetë i menjëhershëm dhe do të ndikojë gjithashtu në përmirësimin e shëndetit dhe lehtësimin e inflamacioneve. Vaji i ullirit mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Vaji i ullirit mund të përdoret edhe për të masazhuar kështu kyçet dhe nyjet 2 herë në ditë. Ekspertët rekomandojnë konsumin e një lugë gjedhe vaj ulliri në përditshmërinë e dietës suaj, i cili ka ndikime fitimprurëse në shëndetin e nyjeve dhe në lehtësimin e tyre. Ndikimi i këtyre recetave në përditshmërinë tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për shëndetin e nyjeve. Suplementet gjithashtu janë një ndikim shumë i mirë kundër problemeve të kyçeve dhe lehtësimin e inflamacioneve. Përveç ushqyerjes së duhur, ekspertët rekomandojnë që të konsumoni suplemente të ndryshme, të cilat mund t'i mbështesin kockat, nyjet dhe kyçet me kujdes. Ndër suplementet më të mira veçojmë vitaminën D, kalciumin dhe magnezin. Këto suplemente mineralesh dhe vitaminash janë të rëndësishme sepse ushqejnë dhe furnizojnë kockat. Përpos kësaj, këto suplemente janë të rëndësishme edhe për organet e tjera siç janë truri, zemra, stomaku dhe mëlçia. Ekspertët nënvizojnë rëndësinë e konsultave mjekësore përpara se të shfrytëzoni çdo recetë natyrale ose me suplemente. Mjeku do të jetë rregullues informativ për çdo ndryshim në nivelin e dhimbjes dhe ndikimin e tyre në lëvizshmërinë tuaj të nyjeve. Përkundër asaj që mendojnë shumë njerëz, takat e larta nuk janë përgjegjëse vetëm për krijimin e bunioneve. Gjenetika dhe trashëgimia janë në gjendje fajtore. Natyrisht që veshjet e takave të larta shpesh mund të bëjnë problemet edhe më keq, por ka zgjidhje që mund të ndikojnë në zvogëlimin në mënyrë natyrale të këtyre komplikacioneve. Kirurgjia duhet të jetë gjithmonë zgjidhja e fundit për këto problem dhe gjithçka tjetër. Në këtë video do të listojmë disa mënyra të mira natyrale për trajtimin e këtyre bunioneve dhe të paktësoni dhimbjet tuaja. Përdorni një top tenisi. Një ushtrim i shpeshtë dhe i thjeshtë mund të përdoret duke vendosur një top tenisi në dysheme dhe duke filluar të rrotulloni këmbët mbi të para dhe mbrapa. Ju mund të përsërisni këtë procedurë 3 ose 5 minuta për secilën këmbë. E nëse njëra nga këto këmbët tuaja nuk ka bunione, ju prap mund të kryeni ushtrime. Kjo do të jetë shumë relaksuese për këmbët tuaja duke lehtësuar kështu edhe ngërçet e tepërta. Mund të merrni një peshqir duke provuar vetëm gishtërinë tuaj. Një ushtrim tjetër i thjeshtë që mund të përdoret për këtë është një peshqir në dysheme. Ta kapni me gishtërinë tuaj dhe ta triqni drejt jush duke përdorur vetëm gishtërinë tuaj. Kjo mund të përsëritet 5 herë dhe mund të qëndroni në këmbë ose ulur. Kjo mund të bëjë që të forconi gishtërinë të këmbëve tuaja dhe t'i mbani ato më fleksible. Provoni të ngrini thembrat lart. Kjo është një teknikë e cila do ju ndihmojë edhe në pozicionin më të mirë të ngadalësoni dhimbjet. Kjo do ju ndihmojë të paksoni dhe të mos vuani nga bunionet e rënda, por prap duhet të provoni atë pak nga pak. Me kalimin e kohës, muskujt e gishtërinjve do të forcohen dhe bunionet ndoshta do të ndalojnë së reformuari. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.